Për shkak të parregullësive të evidentuara në zgjedhjet e 28 dhjetorit, po zhvillohet procesi i rinumërimit në të gjitha kutitë e votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes platformës elektronike ka njoftuar se ka përfunduar rinumërimi i votave në komunën e Dragashit. Nga gjithsej 57 kuti të rinumëruara, kandidati i VV-s për deputet nga kjo komunë, Filiz Mustafa, rezulton të ketë 231 vota më pak, pas tij rënditet Valon Hoti me 45 vota më pak, Glauko Njufca me 28 vota më pak dhe Albin Kurti me 20 vota më pak. Një numër relativisht i madh votash janë hequr dhe kandidatit të PTK-s për deputet Gjevahir Geci, të cilit i janë minusuar 87 vota. Pasi vjen kandidatja Linda Nebiu me 74 vota më pak, ndërsa Abelar Tahirit i janë hequr 59 vota. Më pak vota të hequra në këtë komunë kanë kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kandidatit Zeni Krasniqi janë hequr 16 vota, ndërsa Paris Gurit 11 vota. Ndërkohë, në 72 vend votimet e komunës së Skënderajt është përfunduar rinumërimi 100% i votave. Kandidati të cilit janë hequr më së shumti vota nga kjo komunë është Mërgim Lushtako me 94 vota më pak, pasuar nga Shahin Dervishaj me 42 vota më pak dhe Sala Jashari me 36 vota më pak. Kandidatit për kryeministër Bedri Hamza i janë hequr 29 vota. Nga kandidatët e lëvizjes vetëvendosje në Skënderaj, më së shumti vota të hequra kanë Kaltrina Gruda me 30 vota më pak dhe Fatos Geci me 13 vota më pak, ndërsa Fadil Gecit nga Lidhja Demokratike e Kosovës i janë hequr 22 vota. Edhe në komunën e Kaçanikut ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave. Nga kandidatët e lëvizjes vetëvendosje më së shumti vota ka humbur Jeton Raka me 79 vota të hequra, ndërsa kandidatit për kryeministër Albin Kurti i janë hequr 44 vota në këtë komunë. Votat më të shumta në Kaçanik ju janë hequr kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Kosovare Murselit janë hequr 100 vota, ndërsa Besimi Lazit 53 vota më pak pas rinumërimit. Nga radhët e LDK-s, kandidatja që ka humbur më së shumti vota është Rezarta Krasniqi me 7 vota më pak, ndërsa nga Aleanca për Ardmërinë e Kosovës, Hafize Sallahit i janë hequr 15 vota. Procesi i rinumërimit ka përfunduar edhe në komunën e Prizrenit. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje që ka humbur më së shumti vota është Arbër Rexhaj me gjithsej 631 vota më pak, pastaj vin Rea Krasniqi me 553 vota më pak, Dafina Alishani me 459 vota të hequra, Valon Ramadani me 422 vota më pak, Arsim Berisha me 292 vota më pak, Mytaher Haskuka me 271 vota më pak dhe Artan Abrashi me 252 vota më pak. Rekordin për humbjen e votave në këtë komunë e mbajnë kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës. Feta Paçarizit janë hequr 6022 vota, Nëit Hasani 3419 vota, Kujtim Gashit 2359 vota, ndërsa Lurieta Vesela Gutaj 2103 vota. Nga kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren, më së shumti vota kanë humbur Xhavit Tuka me 1597 vota më pak, Driton Selmanaj me 1057 vota më pak dhe Anton Çuni me 514 vota më pak. Vota minus janë shënuar edhe për kandidatët e Aleancës për Ardmërinë e Kosovës në Prizren. Kandidati që ka humbur më së shumti vota është Besnik Krasniqi me 316 vota më pak, ndërsa Tringa Murina me 151 vota më pak. Edhe në komunën e Shtimës ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave. Kandidatja e PDK-s Aulon Syla ka humbur 106 vota, ndërsa kandidati të LDK-s Kasriot Shabani janë hequr 40 vota. Këtij trendi po i prin edhe ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci, të cilit me vetëm 11 qendra të numëruara nga gjithsej 110 në Podujev janë hequr 288 vota.